Kombëtarja shqiptare e futbollit është në garë për një vend në play-offin e Kupës së Botës 2026. Në nëntor skuadra do të zhvillojë dy sfidat e fundit, atë kundër Andorrës në datën 13 në udhëtim dhe 3 ditë më pas presim Anglinë në Tiranë. Dueli i datës 16 nëntor në Air Albania është i shumë pritur pasi mund të jetë një ditë feste për kuqezinjt që të sigurojnë një vend në play-offin e Kupës së Botës. Sfida e orës 18 ka një interes të shtuar nga tifozët dhe mediat bëjnë me dije se numri i kërkesave për bileta në 3 ditët e para të hapjes së shitjeve ka qenë më shumë se 100.000. Me stadiumin e Air Albania që ka kapacitet maksimal 22.500 ulëse, duket se duhet të ndërtohen edhe 5 impiante për të përballuar kërkesat. Më 16 tetor FSHF-ja hapi procedurën për pajisje me bileta, ndërsa ajo do të ishte e njëjtë si kundër Serbisë, më 7 qershor në Tiranë. Më parë tifozët do të duhet të aplikojnë për një bilet ose deri në 4 maksimumi dhe pas kësaj do të jetë një përzgjedhje rastësore teknologjike ajo që do të tregojë fatlumët. Një email do të mbërrijë në adresat e fituesve për të bërë më pas pagesën online dhe për të pajisur me bileta. Këtë ndeshje nuk do të ketë bileta fizike në treg dhe gjithçka do të jetë online. Kombëtarja e vjen pas fitore 0-1 në Serbi dhe ky sukses ka zgjuar një interes të madh për të qenë në stadiumin kombëtar kundër Anglisë, me objektivat që janë në lojë për një vend në play-offin e Kupës së Botës 2026. Bie në sy se pjesa më e madhe e sektorëve në stadium kanë çmime të shtrenjta për duelin me Anglinë. Një pjesë e vogël e tribunave më të largëta kushtojnë 2.500 lekë, teksa pasporti e një bilet kushton 3.500 lekë. Kashia pra pjesa përballë që është më e preferuara kushton nga 9.000 deri në 15.000 lekë, ndërkohë që për të ndjekur kombëtare nga tribuna VIP duhet të paguash nga 15.000 deri në 50.000 lekë. Me 2 ndeshjet e fundit për të luajtur, Shqipëria kërkon të mbajë vendin e dytë në grupin K, që të dërgon në play-off. Anglia e kualifikuar për në fazën finale të botrorit ka tashmë 18 pikë. Shqipëria ndjek me 11 pikë, një më shumë se Serbia, e cila mban vendin e tretë. Letonia me 5 pikë ndodhet në pozitën e katërt, ndërsa Andorra me 1 pikë gjendet në fund.